pasi që shejtani, siç e përmendëm në mësimet e kaluara, është armik i përbetuar, i cili kur nuk ndalet në luftën e tij kundër insanit, kundër njeriut. Dhe ai vazhdimisht do të mundohet që nëse e fiton një betejë me ty, të vazhdon me betejën e dytë. Nëse e fiton dytën, nuk ndalet, fiton tretën. Dhe deri kur, deri sa të vish ti, edhe të vish në kufër dhe shirk. Imam Ibn Kathiri rahimullahu ta'ala në tefsirin e tij, kur e komenton ajetin kuranor, mathaluhu mathalu ash-shaytani idh qala lil-insani kfur, shembulli i tij është shembulli i shejtanit, i cili i thot njeriu të bën kufër, falamma kafara, e kur bën njeriu kufër, qala inni bari'un mink, e kur bën njeriu kufër, ai tha unë distancohem prej teje se unë kam frikë Zotin. Duke komentuar këtë ajet, shikoni si shejtani punon derisa sjellti në kufër. E kur të bishti në kufër, thot katar, unë s'kam lidhje me ti, unë distancohem prej teje tash. Ke rati shumë poshtë, unë përsëri e besoj Zotin dhe kam frikë atij. Po, nuk i bindem të rësisht, ama nuk e mohoj se ekziston ai, subhanahu wa ta'ala. Tregon një tregim nga popujt e mëhershëm të një njeriu të devotshëm, i cili e kishte një shtëpi në periferi të qytetit. Tregimi i njohur që besoj se shumica për jush e kanë dëgju. Dhe ai aty ishte veçu nga qytetarët e qytetit për të shtu adhurimin e tij ndaj Zotit, për shtu ibadetin. Pas ta pengoja askush në përkushtimin e tij në adhurim të Zotit. Një familje, disa vëllezër, të cilëve u kishte vdek baba dhe nona, kishin pas nevojë me udhëtu nga ai qytet diku tjetër për punë të dynjos. Por e kishin pas një motër. Edhe e mendojnë ku dalon këtë motër amanet. Thojnë, vendi më i mirë është ta çojmë te ai njeriu, sepse ai është asket, është zahid, është ibadetxhi i madh. Edhe ai e ruan. Edhe quan këtë vajzën e re, këtë motrën e tyre te ky njeri. Dhe ky e pranoi. Normalisht, pse ky i është dhënë ibadetit adhurimit, kjo s'do me thonë se shejtani s'punon me te. Na që jemi në xhami, edhe që vim me mësu dinin Allahut, edhe me neve punon shejtani. Andaj janë udhëzimet e Kuranit dhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat na i çelin syt e ballit edhe syt e zemrës dhe na bëjnë të qartë gabimin dhe devijimin dhe të ruhemi nga gabimi dhe devijimi. Andaj dhënia pas ibadeteve pa dituri dhe pa e mësu fen, pa e mësu mirë Kur'anin, fisnik dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mundësia e devijimit dhe mundësia e gabimit është e madhe. Dhe për këtë shkak po them tash për të satën herë, po përsëris të dashur vëllezër që jeni në xhami. Nuk mundesh me qenë besimtari i mirë nëse ti nuk vjen në xhami me mësu fen Allahut. Nëse ti je përparësi ndejave në qajtore, ndejave të shtëpia, ndejave me shok, ndejave në punë, ndejave në familje, ndejave në aheng, ndejave në muhabete ndryshme, para se të vish në xhami, në mësimet e hoxhallarëve dhe ulemave tonë, ti çdo herë do të kesh mundësi të gabimit, çdo herë. Dhe mundësia e gabimit tënd është më e madhe se mundësia e gabimit tjetër, që i ndjek mësimet e hoxhallarëve dhe ulemave. Duke e ditë se njëri pa gabim nuk ka dhe me laçi nuk kemi, por se ky që njeh fen dhe i njeh kurthet e shejtanit, për asaj që ja tregon Allahu Dhu Xhelal, është më i përgatitur të reziston atyre. Ky njeri ishte adhuruesi i Zotit, mirë, por nuk e njefte mirë fen. Dhe pranoi kujdeset për këtë vajzë të huaj. Dhe erdhi shejtani dhe filloi të punon me te.
pse nuk afrohesh, pse nuk rinë bashkë, pse ajo veç, ti veç, pse si bën muhabet, pse nuk i busqesh, pse. Derisa normalisht hap pas hapi, siç e ka përshkruajtur një poet arab, fillon me busqeshje, fillon me shikim, pastaj me busqeshje, pastaj një fjalë të ëmbël, pastaj takimi, pastaj ndeja, pastaj gjunaj. Nuk fillon çdo gjunaj me të parën. Hap pas hapi. Dhe derisa e solli të bën gjuna, ky njeri me atë vajzë nuk e la shujton. Normalisht, më e keqe se kjo, ajo vajzë ngeli 7 zonë, që ishte e vështirë të fshehet gjurma e gjunajt. Edhe sot na e lexojmë dhe shohim fatkeqësisht, që shpesh herë po ndodh që të gjinden, do thot, fëmijë të posa lindur ose akoma të palindur, të abortuar, të dështuar në për kantat e bërloqeve. Kjo është fatkeqësi edhe mjerim i madh. E tani kur filloi që të shihen shenjat e gjunajt në këtë vajzë, shejtani po punon me këtë njeri akoma. Edhe e inspiroi, tha, ti nuk mundesh me mbulu gjurmën e gjunajt tanë përveç se me e mbyt ata. Normalisht e mbyti, pse se do të dilken shesh turpi i tij. Edhe u mbulu këtë tregim me varrosjen e saj. Por që ndodhi? Pas një kohë erdhën ato djemt e kërkonin motrën. Kjo tha, motra juaj ka vdek, ose murr, vdiq edhe ka varros. Këto djemt i besuan tregimit të tij për shkak të besimit që kishin te. Dhe ecën. Mirë po shejtani nuk nalet. Filloi të bën vezvese këtyre vëllezërve në ëndër, secilit një nga një, derisa ata fillojnë të dyshojnë. Vajza e re, si ka mundësi me vdek, pse mos më informu me kohë. Edhe thanë, shkojmë ta marrim, ta çojmë në gjykat, në prokurori, të hetohet rasti. Edhe e morën këtë nga shtëpia e tij kur rinte në periferi të qytetit, rrugës për ta sjellën në qytet, që të hulumtohet rasti, të mirët në pyetje si qysh tek, normalisht janë mjetët e prokurorisë të cilat e nxjerrin në shesh të vërtetën. Rrugës, ki normalisht siklet në vështirësi, sepse ki e dinte që ka bo. Siklet madhë, shumë frikë, duke ecë këta vllazit me ketë për me shku në qytet në prokurori, i erdhë shejtani përsëri. Shikoni, prej në fillim, vazhdimisht, i tha, unë të shpëtoj. Aman me, nuk kam bitë ma të fshirë njëtë si këtë dita. Me mujtë me më shpëtu ti, unë e çdo gjë bëj për ty. Tha, letë e ki. Tha vesh, bënë sejdë. Bënë sejdë mu, për ullë mu, unë e shpëtoj. Edhe ky ngrati i mjeri, pse nuk e njifte Zotin, edhe fenë e Zotit. Sepse më mirë është pranosh fajin, edhe çfajsohesh para Zotit, me çfarë do lloj dënimi, apo me kaplimin e rahmetit të Zotit, se sa të vazhdosh në gabim. Tha po, se siklet i madh, halli i madh, sepse edhe devotshmëria e tij nuk ishte sinqert për Zotin, ishte thjesht për reklam, ishte për imazh. Të njihet se kjo fe, ore vllazën, është fe e sinqeritetit mes teje dhe Zotit. S'është me rëndësi njerëzit çka flasin dhe çka thënë për ty. Nëse ti je mirë me Zotin, llafet e njerëzve vinë e shkojnë. Njerëzit më të ndershëm janë përgojuje edhe shpif për to. Njerëzit më të ndershëm. Dhe normalisht kjo traditë e keqe e njerëzit që nuk nalet. Po edhe njerëz pa gabime nuk ka. Ama më mirë është që ti me Zotin të rregullosh punët,
pa marrë parasysh se si trajton shoqëria dhe njerëzit, sesa për shkak të një të keqe që e ke bo, që ta mbulosh atë të vazhdojsh të bësh qija tjera. Dhe ky ingrati pa dituri, me mungesë sinqeritetit, se ishte ma shumë fasad se sa realitet devotshmërie, e pranoi kushtin, tha po të bëj sejdë. Duke menduar se sikreti është i madh dhe ai nuk mund të shpëtojë për këtë sikretit përveç se me ndihmën e shejtanit. Dhe i bëri sejdë shejtanit, ju porot. Shejtani tha, "Çe ka çe pata unë me ti." Unë e kisha qëllimin me të futin në këtë drejtë. E tash unë distancohem për teje. Çka ndodhi me këtë? Ingrati edhe bëri kufër më katin më të madh, edhe vazhdoi me atë djem derisa u zbulu turbiti. Andaj mendoj e zakonisht çka hum ti kur e ndjek epshin, edhe çka fiton ti prej epshit, edhe kalkuloj gjërat. Allahu ta ka dhënë mendjen, të ka dhënë fen që ndihmon mendjes për t'i perceptuar gjërat mirë. Dhe mos lejo që epshi jot të jetë ai që dominon mbi mendjen tënde. E të mos shohish fundin e keq të pasimit të ndjekjes së epsheve. Andaj, do pasimi i epsheve sa vlera në i hum,